Ka që pata me blerimin, deputet mund është me pushohet do ditë se ki pun tash kur bot në kovend. Mi po, a janë gjithë subjekte politike që duhet vendoset? Korekt me publikun edhe me shikusin ton, Fidan, edhe kushtet me ju të tjerë. Që t'jemi të qartë. Unë, jo si ata që po bojnë statuse, do thotë sepse po bjen që me dëshirë dhe me vullnet, kanë dosht me i po në parlament, unë nuk jam nga ata. Unë me të vërtet shpresoj, por jam edhe bindun tash që gjetja e fajtorëve nga cili do subjekt politik që ka marrë pjesë në procesin e manipulimit, tjetërsimit të vullnetit qytetar, duhet të përgjigjet para ligjit edhe të mirën masa si që është ligjit. Edhe kjo është domosdoshme për me rujt integritetin e përgjithshëm edhe besimin qytetar në procesin e zgjedhor në demokracinë kosovare. Prandaj sa më shpejt, sa më rept, edhe sa më shumë, sa më drejt, do thotë me i shku deri në fund kësaj pune, se nuk i ban nder as një partije politike e as kësoj ku jam unë deputet i zgjedhur, që të ketë individ, qofshin ata komisioner partijak, qofshin kandidat për deputet, që të kenë të tillë me i përfaqësu me vota të tjetërsuara. Tani kjo i mbet prokurorista gjej, por unë shpresoj që organet e rendit, këtë rast organet e ndjekjes penale që është prokuroria, në këtë rast ta zbardhin edhe ta, si më thonë, ta mbrojnë demokracinë zgjedhore edhe të shkojnë kësaj pune deri në fund. A ke diçka tjetër? Jo, me Blerim s'kam çet telefonin. Blerim, të falenderoj shumë që ishe direkt me mua dhe që u sqarove.